Tashmë është e qartë që gjatë kësaj periudhe, në një mënyrë apo në një tjetër, është abuzuar me rregullat parlamentare nga kryesuesi i kësaj seance, duke na imponuar vendimin në mënyrë të jashtëligjshme, në mënyrë kundërkushtetuese, një votim për sa i përket komisionit për votim të fshehur. Konsiderojmë dhe shpresojmë që tashmë lëvizja vetëvendosje do të reflektoj dhe së bashku do të arrijmë në një kompromis që ta nxjerrim vendin nga kjo situatë e krijuar, e që në fakt ishte edhe një angazhim i madh i lëvizjes vetëvendosje gjatë kësaj periudhe që të mbesin pra në propozimet e tyre. Ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike, edhe para se me dalë ky vendim, jemi sill konform kësaj situate që tashmë ka kriju gjykata kushtetuese me vendimin e saj që doli mbrëm. Që gjykimi i gjykatës kushtetuese në mënyrë precize, me dispozitiv të tij thotë që seancat e zhvilluara deri sot kanë qenë në shkelje të kushtetutës. Këto seanca deri sot, ju e dini që i ka drejtuar Avni Deari lëvizja vetëvendosje. Pra mund të konstatojmë që gjithçka që ka ndodhur deri sot, gjykata kushtetuese ka konsideruar si shkelje kushtetuese nga ana e lëvizjes vetëvendosje. E para, e dyta, për sa i takon votimit të fshet, gjykata kushtetuese e ka shpallë jo kushtetues, edhe ka sqaruar në mënyrë shumë të saktë për një arsye të thjeshtë. Ne jemi sot në një seancë konstituive. Në seancë konstituive e rendi i ditës ka thënë gjykata është sqaruar me precizitet në nenin 8 të rregullores së punës së Kuvendit të Kosovës, dhe ai rendi i ditës nuk mund të ndryshohet asnjëherë. Sa i takon takimit sotëm konsultativ të liderëve të partive politike, ku mungoi zoti Kurti, fatkeqësisht ishte dashur të vinte, ky takim mendojmë ne është një reflektim pozitiv i lëvizjes vetëvendosje, konstaton, mendoj unë, shpreh atë që ata e dinë që kanë bërë shkelje deri sot, siç ka thënë gjykata, dhe e dinë që vazhdimi i insistimit në votim të fshehur është po ashtu shkelje kushtetuese, por neve ky është një reflektim pozitiv të cilin ne mirëpresim dhe mendojmë që kjo duhet vazhdojë edhe nesër në takimin e liderëve të partive politike dhe në fund të kthehemi dhe të votojmë me votim të hapur siç kërkon. Kryetari jon, zoti Krasniqi, përfaqëson Partinë Demokratike nesër në takim dhe qëndrimet që dalin pas atij takimi i shpreh po ashtu kryetari.